Para një kohë kam qenë këtu në familje, në atë kohë nana ishte e smurë dhe në gjendje jo të mirë. Dhimbja po rritet. Me bashkëftar tjerë, dhe do të kuptojmë edhe vetë do si një kontrafakt, kështu shku me të ardhën, do t'ju forcos, edhe si të kanalët ndojë për një arsye, unë besoj se edhe kjo mundi e kjo vujtje, kam u drejt për këtë vend, për këtë popull dhe kanë dalë punë të mira, do të vazhdosh. Sot ju bashkum familjes Thaqi, familjes presidentit Hashim Thaqi në ngushëllime. Para një kohë kam qenë këtu në familje, në atë kohë kam marrë se nana ishte e smurë dhe në gjendje jo të mirë. Kuptohet, ishte edhe takimi i mramë dhe biseda e mramë që kam pas me babën, me Basin Haxhi. Me thonë dhimbja po rritet, pra na jem shqiptar, na vjen keq kur familjet tona kalojnë në përdhimbje, kuptohet edhe kryendojnë këto padrejtësi, si rasti i presidentit që shosh këtu me familjen. Besoj shumë që nga kjo vujtje, kjo dhimbje, sakrificë do të nxjerrin mësimet më të mira të shqiptarëve, me ju kushtu adheut lirisht në vazhdimsi, në mënyrë që edhe gëzimet edhe hidhërimet t'i bojmë tamam ashtu si na takojnë pra shqiptarë. Ngushëllime zotë Lasnash.